Prej 2 muajsh në të gjitha gjimnaset e vendit ka nisur procesi i konsultimeve me maturantët në kuadër të përgatitjeve për provimet e maturës shtetërore 2025. Në Korçë gjimnazistët janë angazhuar rregullisht në orë shtesë me mësuesit e lëndëve, duke punuar për të përforcuar njohuritë e fituara gjatë viteve të shkollës së mesme dhe për të eliminuar çdo paqartësi para provimeve. Konsultimet i bën në mëngjes, vinë në shkollë në orën 7:01 dhe zgjitim teza me profesorët e lëndëve përkatëse 45 minuta. Gjatë orës konsultimeve përsëritim të gjitha ushtrimet që kemi bërë gjatë 3 viteve shkollore edhe gjëra të tjera. Shkolla jonë ka rreth 2 muaj që ka filluar me përgatitjen e konsultimeve dhe ato i zhvillojnë në çdo land të cilin do ta japim provim, përfshirë dhe landin me zgjedhje. Janë të rëndësishme sepse ne na paraprogatisim jo vetëm për të rikujtojmë njohuritë që kemi patur, por dhe të njihemi me strukturën e provimit se si ai do të jetë. Vim të martave dhe tenteve për lëndën e matematikës në mëngjes dhe punojmë teza, kurse në lëndën e gjuhë letërsisë përveç se përsërisim autorë të ndryshëm që kemi marrë, punojmë dhe teza për të përsëritur njohuritë në letërsi, por dhe në gjuhën shqipe. Maturantët theksojnë se kanë punuar me testet model të maturës, të cilat i kanë ndihmuar të kuptojnë strukturën e pyetjeve, mënyrën e vlerësimit dhe të përmirësojnë strategjinë e menaxhimit të kohës gjatë provimit. Testat model ishin të thjeshta, ishin ushtrime që kemi bërë, por kishte edhe disa ushtrime të cilat profesorit u rikthyen dhe na i rikujtuan edhe herë. Kemi punuar dhe me profesorët e lëndëve përkatëse dhe ka qenë të nivelit mesatar, pra kanë qenë ushtrime që ne kemi punuar, por ka patur nevojë që ne t'i rikujtojmë edhe një herë ato njohuri. Tezat model mua më duken të thjeshta. Mund të them që në biologji dhe në matematikë ishin të thjeshta, vetëm pak probleme në letërsinë, sepse nuk e kisha marrë autorin. Nxënësit e klasave të 12-ta shprehen se këto orë janë tepër të rëndësishme, pasi u japin mundësinë të rikthejnë në vëmendje temat më të rëndësishme, të sqarojnë konceptet e vështira dhe të ndihen më të sigurt për të garantuar rezultate sa më të mira në provimet përfundimtare.